Unë kam emrin Flamur, jam nga Gjakova. E kom lënë Gjakovën qyrsën nga viti 1994. Po në Amerikë kam 22 vjetë, edhe 10 vite në Hollandë, po Shqipërinë etnike nuk e kom harru kur. Edhe sot, ku është korruptimi në Shqipëri, na jemi në mbledhur këtu, ti bashkohëm atyre se janë Shqipëri. Mos i s'po mujmë me shku atje, do ndihmojmë nga këtu. Edhe derisa të ndalet korruptimi, derisa ndahet drejtësia, na s'do të ndalim. Unë jam një për organizatorve, ma shumë jam dims, do më thoni orientoj njerë se ka me shku më s'minzon rrugën ta majmë protestën në mënyrë sa ma paqësore. Në New York kjo është tubimi i 5. Do më thonë, 4 tubime i kemi bërë këtu të konsulata edhe një të parada që t'i marrim sa më shumë të bashkohen me ne. Ka pas mjaft, nuk ka lidhje sa në mbështet, po se cili se o mbështet e kemi prit me zemër edhe na ka bo zemër në malë. Se kuptimi është se na nuk jemi këtu për politikë, po jemi për drejtësinë e Shqipërisë, për drejtësinë e çdo toke të Shqipërisë etnike, si në Kosovë, si në Maqedoni, si në Malzi, edhe në Shqipërinë tonë të madhe. Do më thonë, ne duhet të bashkohemi, mos të kemi kufije, jo të japim tokën njerëzve tjerë. Mos u ndalni se Shqipëri jemi me ju. Nga New Yorku, përshëndetje.